Përshëndetje dhe mirë se jeni të gjithëve. Të dashur miq, jemi drejt për së drejtin ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do të presim sot të ftuar në studio një gjuhtare të njohur, të cilën e shohim vazhdimisht të angazhuar gjuha, duket që është gjuha shqipe, duket që është një dashuri e saj dhe një pasion i saj jashtëzakonshëm. Ne do ta kemi sot në studio për të na folur pikërisht për këtë lidhje të saj të fortë, për zgjedhjen që ka bërë pa diskutim në profesionin e saj si një studiuese, pedagoge gjithashtu që ka frymzuar breza e breza të tërë studentësh, jo vetëm në Shqipëri. Do të kemi shumë për të rrëfyer për të. Kemi parë të angazhuar në politikë për disa kohë, por që i është rikthyer gjuhës shqipe. E shohim gjithashtu edhe në çështje të ndryshme, në zhvillimet e ndryshme në fushën akademike, kështu që do të jetë një bisedë le temi nga pak nga të gjitha, por edhe për ta njohur atë si individe dhe si personazh në jetën e saj private. Shumë gjëra kemi për të rrëfyer sot për të, kështu që me shumë duar trokitje e pres në një intervistë Enkelejda, po në fakt të gjithë e njohin me Ledi, por Enkelejda le ta themi emrin e saj të plot sot, Shamku Shkreli. E presim në studio. Enkelejda, më vjen çudi të them Enkelejda. Sepse gjithmonë Ledi, dhe Enkelejda më tingëllon pak si emër tjetër. Po në fakt të gjithë të thrasin Ledi, është kështu. Po përveç zyrtares nuk po njeh njëri me Enkelejda. Të gjithë të njohin me Ledi Shamku Shkreli. Të falenderoj shumë që je këtu sot me mua. Kënaqësi gjithmonë e kam dashur këtë intervistë me ty, Ledi, flasim me ty sepse e kemi këtë konfidencë. Ndërkohë ka shumë gjëra për të folur bashkë, qoftë për zgjedhjet e tua që ke bërë në jetë, për gjuhësinë, për udhëtimet e ndryshme, atë pasionin me cilin ti e komunikon edhe e përcjell gjuhën shqipe. Të falenderoj edhe një herë që je këtu dhe të ftoj të ulesh. Faleminderit Ledi. Do ta nisim sa po të reatohemi me një profil që kemi përgatitur për Ledi Shamku Shkrelin, e ndjekim dhe kthehemi në studio. Enkelejda Shamku Shkreli është një nga figurat më të shquara të gjuhësisë shqiptare. E lindur në Tiranë, ajo është rritur në një ambient të mbushur me libra e dashuri për gjuhën shqipe. Studimet e larta i kreu në degën e gjuhësisë në Fakultetin Histori Filologji në Universitetin e Tiranës. Me njëherë më pas nisi punën si kërkuese shkencore në Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë, me fokus në historinë e gjuhës dhe dialektologji. Në moshën 20 vjeçare u shpërngul në Itali, ku për vite me radhë vijoi formimin personal, duke thelluar njohuritë në sociolingvistik dhe gjuhësi bashkëkohore. Ajo mbaroi masterin dhe doktoraturën në bashkëpunim me universitete prestigjioze italiane, si La Sapienza në Rom dhe Universiteti i Bolonjës. Pre vitesh pedagoge titullare në Universitetin e Bolonjës, ku ligjeron lëndët, sociolingvistik dhe gjuha dhe kultura shqiptare, karriera e saj ka qenë gjithmonë e ndarë mes kërkimit dhe mësimdhënies. Por kontributi i Enkelejdës nuk është kufizuar vetëm në akademi. Në vitin 2009, ajo u zgjodh deputete në Kuvendin e Shqipërisë si përfaqësuese e Partisë Socialiste. Gjatë mandatit të saj ishte një zë i qartë dhe argumentuar në Komisionin për Edukimin, Kulturën dhe Mjetet e Informimit Publik, duke mbrojtur me fortë çështjet e arsimit dhe kulturës. Aktualisht ajo është pjesë e Akademisë së Studimeve Albanologjike në Tiranë, ku drejton një nga projektet më të dashura për të, një studim i thelluar mbi pasurinë dhe përdorimin e gjuhës shqipe. Jeta e saj është e mbushur jo vetëm me libra dhe ulumtime. Enkelejda është një nënë dhe bashkëshorte e përkushtuar. Prej 33 vitesh, ajo është e martuar me Artan Shkrelin dhe së bashku janë prindër të 3 fëmijëve, Anës, Martës dhe Julit. Një grua e suksesshme që ka ditur të ruajë ekuilibrin mes jetës familjare dhe angazhimit profesional, Enkelejda Shamku Shkreli është një ndër zërat më të fuqishëm në mbrojtje të gjuhës, kulturës dhe identitetit tonë kombëtar. Ky ishte një profil, një përmbledhje, në fakt, e Ledi Shkrelit. Ledi, aktualisht unë do ta përcaktoj edhe një herë në prezantimin tënd, pra gjuhtare dhe je aktualisht antare e Akademisë së Studimeve Albanologjike. Akademisë së Shkencave. E Akademisë së Prej Shkencave. më se thuajse 2 vjetësh, Akademia e Studimeve Albanologjike është tashmë me gjithë 4 institutet e saj. Është pjesë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe unë jam në një nga këto 4 institute që quhet Instituti i Antropologjisë. Je e kënaqur me punën që bëhet aty, se të kam ndjekur vazhdimisht me artikuj të ndryshëm, me çështje që të ngacmonin, cilat do të sillen në vëmendje. Po, çështjet kanë qenë të gjitha parimore dhe
besoj që i qëndroj bindjes që kam bërë shumë mirë që i kam qëndruar parimeve. Parimi kryesor sigurisht ishte liri akademike. Besoj që ku njerëzit flasin, zgjidhja gjendet. Dhe unë tani drejtoj një projekt të mrekullueshëm që aplikuam si Instituti i Antropologjisë dhe si Akademia e Shkencave në Agjencinë e Kërkimit Shkencor të Inovacionit, AKSH-in. Projekti titullohet Thirrë vendin tënd. Ka të bëjë me toponimet e trashëguara, skeda e toponimeve trashëguara në arkivat tona, në arkivat akademisë, për një punë të mrekullueshme, të dikurshme, 40 vjeçare të emrave që sot nuk krohen më, por skedat janë, edhe emrat e vendeve bashkë me skedat janë. Sigurisht projekti nuk ka të bëjë thjesht me toponimin si fjalë, sa ajo nuk të thotë më shumë se një fjalë, po ka të bëjë me ekspedita në terren për të shku për ta kuptuar pse ky emër ka, pse ky vend ka këtë emër, se emrat nuk është se bie nga qielli, emrat vendeve u japin bashkësitë që jetojnë, është historia dhe jeta e tyre, për shembull, ja të japin gjë të bukur. Para një 3 javësh isha në zonat e Myzeqes, saktësisht në Roskovec, edhe në zonat që i rrethojnë, pyetjeve nga më të ndryshmet, për shembull si e lanit kokën dikur, dhe ata të thonë me balt kreri, që është pak a shumë një lloj argjile, pak a shumë pastruese, njësoj si argjilat që përdorim për maska. Po, me sa duket shpihet nuk janë të reja, edhe këto tonat sotme. Dhe, po ku e merrni të balt, a ka një territor të caktuar, ja aty, ta jo zona aty, si quhet balta krerit. Që do thotë, mënyra se si ne shkojmë, është një mënyrë tashmë e sprovuar, se unë kam punuar në Universitetin Bolonjës me këtë lloj metode, që shkohet nga jetat e emri dhe nuk mjaftohesh me emrin, sepse tek e fundit emri i vendit toponimit tregon, duhet tregojë historinë, jetën, bashkësinë, bimësinë, për shembull pse quhet Shkozet, se ka qenë është një habitat, ka qenë, nuk e dia është më, e populluar me drunë e Shkozës, ose pse quhet Blinisht, se ka qenë një habitat i populluar me bline ose me blire. Bline për sa kohë zona është Geg. Dhe ky është projekti i mrekullueshëm, që unë e du shumë, është pasioni im i madh, në cilin mundohem jo vetëm të më në fund t'i katalogojmë dhe t'i vendosim, ta bëjmë të përdorshëm këtë arkiv, që përndryshe ishte në një cep në sirtar të renditura thjesht në skeda, po sidomos ta bëjmë të gjallë. Do me thënë, është një arkiv që do t'i hapur, në përfundim të kësaj pune që nuk e di kur mbaron në kuptimin e ngushtë të fjalës. Në kuptimin e ngushtë mbaron, do me thënë, projekti zgjat 2 vjet me financim të AKSH-s. Në kuptimin e plotë të fjalës mbaroj unë para projektit. Ka vendosur. Kemi shumë pasuri, le themi, për të formuar. Po, është e pathemeluar ende si disiplina e toponomastikës, që merret me gjithë emrat tona. Kam vëre kudo kam shku që ka interes të jashtëzakonshëm nga njerëzit, nga më të komplikuarit deri të më të thjeshtët për ditur pse quhet kështu ky vend. Është pyetja identitare që kemi të gjithë, kështu që prej këtij është dhe pasioni është i vetëdijshëm. Edhe si është kthyer gjuha shqipe në një pasion të po kam përshtypjen që njerëzit lindin me ca pasione, pastaj mësohen t'i ushtrojnë. Për së pari, me që më tregojnë mua kur kam qenë e vogël, jam rritur me gjyshit. Dhe jam rritur me 2 gjysh që i kam dashur shumë, por mua kanë qenë boshti i botës të dy. Janë nga familje tiranase autoktone shumë të mira. Dhe si të gjithë tiranasit, besoj si të gjithë shqiptarët, po unë tiranasit njoh më mirë, kështu që ju referohem atyre. Edhe kam përshtypjen që i kemi foton me gjyshërit të Ledit, ta sjellim. Vritja kryesore që më bëri mua kur ishte vogël është venimen fjalës. Venimen fjalës, do të thonë nuk duhet flisja kot. Duhet isha e përgjegjshme për fjalën që thoya dhe kuptimin. Ta zëm një batut të vogël. Janë gjyshërit e tua? Po, këto janë 2 gjyshit e mi. Po, që janë... Sa të bukur, sa çifti bukur. Shumë çifti bukur. Kanë qenë po të bukur shpirtërisht shumë. Për shembull, unë jam gjumashe. Atë zgjimin e mëngjesit e kam çik me sikletë dhe vinte gjyshja me më zgjuar, më thoshte, edhe unë e bezdisur i thoja jam qu. Se ne kështu e themi në dialekt, që jam zgjuar, po jam qu, edhe më thoshte je qu, po si e qu. Po fiks. Fiks. Dhe sa ndemi, me që më tregojnë kur isha e vogël, si çdo fëmijë që i flet vetes para se ta zëngjumi, më thonë që kam pas përshpërit sinonime.
Tipët dritare, penxhere, tigan, ftere, kështu me radhë. Nuk e mbaj mend këtë, po ma thonë. Pastaj më kam pëlqyer Lora dhe fjalëve shumë, cilat mi ka ushtruar gjyshi. Dhe pastaj nuk e di, më zhduk fjala si çelësi botës. Besoj që kanë të drejtë se kur përktheja poezitë e Baudelaire dikur, u botuan tani së fundmi te shtëpia Botuese Berg. Lexova që ai thoshte që kush ndoron fjalën ka në dorë një magji shumë të fuqishme. Kështu që besoj ky duhet pasion. Pastaj dëshira për fjalën është edhe një për ta kuptuar fjalën, jo thjesht për gramatikën, nuk më ka interesuar kurrë. Prandaj edhe profili që kam marrë ka qenë sociolingvistika, etnolingvistika dhe së fundmi antropologjia gjuhësore, që sapo e kam themelu në Institutin e Antropologjisë. Ka interesuar fjala si pjesë, si burimi i jetës dhe si jetë buruse nga ana tjetër. Atëherë, Leti, ti je nga Tirana? Po, jam tironse. Familja tironse. Po. Ndërkohë të shoh që flet, është gegnisht kjo jotja që përdor ti, apo është një gjë mes dialektit të Shqipërisë së Mesme? Po, është një une në sociolingvistika quhen substandardi metropolit, sepse këtë parasysh unë jam rrit në rrugicaqore, ku kush vinte po ta them, te no bëhe si no, do më thënë, madje, tani por i ndërtoja pak rrugicën time dhe kam përshtypjen që edhe halla jote është rrit në rrugicën time, te im kolli. Po, aty të pasur edhe ne. Sepse por i ndërtoja pak... Korça në atë rrugë, por i ndërtoja pak habitatin, po, dhe ashtu ka qenë. Pikërisht se zona quajmë Halli Re, pra përpasoj nuk ishin gjithë Tiranës, por shumica po. Më bënte përshtypje se ndonse kishte mbiemra si Lakuriqi, Okudjun, bita atyre flisnin gjithë si ne. Sigurisht, edhe ne i jepnim diçka nga vetja, në kuptimin që edhe ne lëshonim pe nga vetja, sepse ky është komunikimi tek e fundit, është ajo që sociolingvistika quhen replika e kompromisit, e gjithë marrëveshja është një kompromis gjuhësor, po edhe jo vetëm është një kompromis i madh. Kështu që ajo që më bënte përshtypje është që e folmja jon ishte e gjitha pak a shumë me frymëzim Tiranës, po kjo e folmja që dëgjon ti. Dhe që na vjen në fakt shumë thjesht të gjithë, nuk e di pse. Është varianti më i thjeshtë i shqipes, më komodi, më i rehatshëm. Rahatohu, thotë gjyshi me kur flet. E pas ka thënë kaq bukur. Leti, unë dua të sjell një grup intervistash, Vox Pop, të cilat si intervista. Domethënë është një lojë që kemi bërë dhe ne me të rinj të intervistuar rastësisht. I kemi dhënë disa fjalë të vjetra aty në shqipe, dhe për të pyetur nëse ja din kuptimin atyre apo jo. Edhe më pas sigurisht për të ne kemi gjetur një variant të tyre, unë nuk e di sa është i saktë edhe ky hyni, po do shohim e do bëjmë rrugës. Le të ndjekim fillimisht Voxin e përgatitur. Çfarë do të thotë për ju fjala Mëriz? Është një vend i freskët. Çfarë do të thotë fjala gjok? Me sa di fjala gjok do të thotë kali i bardhë ose gri. Çfarë do të thotë fjala lugic? Do të thotë një lugë e madhe që shërben edhe për të shpërndar ushqimin. Çfarë do të thotë fjala batec, e dini? Jo. Çfarë do të thotë fjala kaqor për ju? Është lëshlepëri. Çfarë do të thotë zheg? Si e kupton ti si fjalë? Dreg vere? Çfarë do të thotë fjala allom? Nuk tjetë në të një shajnë të oshat nuk e di, se kam i den. Çfarë do të thotë fjala allom si pas jush? Diçka e pisën besoj. Çfarë do të thotë fjala këndell për ju? Diçka pranverore, diçka tjetër. Po fjala gjym? Di që është e mbakri që mbushte ujë në kohët e mëparshme. Fjala batec, çfarë kuptimi ka? Ja, se kam qenë një. Si e kuptoni fjalën çardak? Çfarë do të thotë për ju çardak? Mendoj që çardar është korridor me drosa. Që nga mirë? Shiko, një sekret, pyetjet janë bërë të fakulteti Gjuli Kërsi. Kemi shkuar topo. Intervistat janë marrë aty. Mirë prapë është mirë. Për të ruajtur shfaqjen sot. Sepse fakti është që fjalët e vjetra të gjuhës shqipe po harrohen, edhe domethënë gjithë më pak përdoren. Është normale që gjuha, le të them, disa fjalë të arkivohen, të pasurohet me të reja, apo jo. Si e sheh ti këtë proces? Ky është një proces, nëse e lëm kështu në punë të vet, ky është një proces i natyrshëm, të cilit vështirë t'i bie ndesh, sepse gjuha është gjuha që ti flet është jeta që ti bën. Dhe të njëjtin diskutim dasha mirës pata para një 4-5 vjetësh me një grua në Siçili, të cila më thoshte që ne çarçavi themi drapi, kurse vajza ime i thot lencolo dhe është faji i supermerkatës. Si tash zonjë, nuk është faji askujt,
po deri në moshën tënde ti çarçafët i ke endur në shtëpi dhe nga katra gjyshja, gjyshja bënin drapit, pra thonin ato që bënin në të njëjtën mënyrë. Tani jo të bi punon, shpresoj, nuk e ndëmën në shtëpi dhe kur shkon t'i blej se i duhen çarçafët, shkon në supermarket dhe në gjuhën e përbashkët dhe moderne, po themi quhen lencon. Po nëse, por gjithsesi ne kemi nevojë për ta, e di si është sikur t'i gatuan diçka, nëse le tenxherën na ngjit. Dhe sigurisht ato që janë që ngjisin dalin jashtë përdorimit janë të pangrënshme dhe të mbetet vetëm mesi. Detyra e atyre që kujdesen për gjuhën, që nuk luajnë mend që t'i bëjnë ball ose fre proceseve të vetëdijshme, sikurse është gjithë kjo që sapo përshkruam me modernizimin e jetës, është ta përziejnë të gjithë këtë që në mënyrë që të mos ngjisi gjë, sepse fjalët e vjetra shpeshherë mund të rimarrin dhe kuptime të reja, dhe nuk është ose kuptime metaforike, ose mund të shërbejnë sërish për të shprehur atë që quhet stilem ose ngjyresa stilistikore. Jo çdo fjalë ka të njëjtin kuptim, se po të kishte çdo fjalë të njëjtin kuptim edhe me sinonimin e vet, të ri ose të vjetër qoftë, do ta shpangte vet, do ta eliminonte vet. Kështu që më bëri përshtypje që din fjalë pak a shumë të një kohe tjetër, po që të janë të një kohë tjetër, sepse zheg për shembull e dim të gjithë, madje zhegu ka... Në letërsi e gjejmë shpesh. Po të shkosh në Shkodër, tani, zheg në mbar shqipen do thot vap, dhe vjen nga fjala dheg ose djeg, që do thot aty ku është... Po zakonisht do nga kryesisht vaktin e drekës, sepse atyre janë të temperaturat ndoshta më të larta, arrin kulmin e tyre. Patjetër, po të shkosh në Shkodër nuk është më një temperaturë, po është një kohë e ditës, që është koha e gjumit, asaj që spanjollët quajnë siesta. E qartë. Dhe me fjet në zheg, me taraba myll, thonë shkodranët, është koha tyre e patrazueshme. Domethënë ti nuk mund të shkosh as ti shqetësosh në atë kohë, se zhegu për ta nuk është një temperaturë atmosferike, zhegu për ta është një rit familjar, kulturor. E qartë. Gjithmonë bëjmë të pyetjen, a është e pasur gjua shqipe? Shumë. Nganjëherë na ndodh që ne për diçka caktuar nuk i gjejmë fjalën, dhe na duhet ta formulojmë një fjali të tërë për ta shpjeguar. Ndërkohë shohim për shembull në anglishtja ka fjalë apo shprehje të caktuara shumë të shkurtra që përfaqësojnë qoftë një objekt, diçka ose qoftë edhe një veprim. Ama duke kërkuar mes fjalëve të vjetra që po bënim edhe materialin pak më herët, për shembull gjeta 4 fjalë të ndryshme të cilat ne nuk e dimë që kujtojmë kali të themi vetëm me një fjalë, por kali, çfarë do lloj kali të shohim, i themi kali. Ndërkohë pas kemi gjoku. Gjoku është kali i bardh. Po, gjoku i Gjergjit. Po, at, që nga kal shale. 2. Çil, që nga kali për him në ngjyrë hiri. Kull, kal me qime në ngjyrë mjalti. Pra 4 emra të ndryshëm. Edhe murron që është kali kafi errët. Dhe ndërkohë përdorim kaq pak, gati si njohim fare. I themi kuaj të gjithëve. Po normal, se nuk jetojmë, nuk kemi më atë, domethënë nuk i njohim në qytet. Ka përshtypjen që në zonat pak më të rrequra dhe vazhdojnë të njohin. Në zonat ku kali është ende pjesë e pranishme e jetës, po unë pyetje sa është e pasur gjua shqipe, do t'i përgjigja 2 fish. Me 2 përgjigje. E para po është e pasur, shumë e pasur, pra nuk është e varfër shqipja, shpesh është e varfër njohja jonë mbi shqipen. Dhe për këtë nuk mund të mjaftohem me shna mësoni edhe e përditshme, se edhe e përditshme është pragmatike, pra rrezikon të mos ta mësoj të gjithë ato që na duan. Dhe pra ka problem njohja, jo gjua, dhe dyta, po, ka disa vende ku shqipja fut ujë për shkak të edhe të jetës së bashkësisë, për shembull, në momentin që ty të ndalohet shkrim, ti nuk e ushtron me shkrim, nuk e ushtron në abstragimin që ka gjua e shkruar për një periudhë shumë të gjatë kohe, ty do të mungojnë në akt të pavarësisë, do të mungojnë një kategori e tërë e fjalëve, terminologjive abstraguese. Pastaj në momentin që mbi ty ushtrohet si 50 vjetët e regjimit, ushtrohet një diktat, një fjalor i caktuar, dhe ti bën një ujdim me veten për të mos qenë i ekuivokueshëm, për të mos pasur asnjë lapsus dhe për të mos qenë interpretueshëm, ti e ngushton vetëm në atë lloj terminologjie njësoj si 84 Orwellit, në atë lloj terminologjie që pranon regjimi. Kjo dalje në po themi në jetën e lirë, në botën e lirë, sjell me vete edhe një droje të këllçeve të shqipes për të përballur me terminologji të vështira, po aty nuk është aq problem, se aty
Unë e them, do me thënë, ne nuk e për termat e ta zëm, ne se kemi themeluar sociolinguistikën, do aty ku mundemi, aty ku s'mundemi, do jemi ndërkombëtarisht me terminologjinë ndërkombëtare dhe kjo nuk ka ndonjë gjë të keqe. Pra ti, leta ta unë normalizojmë pak këtë se është një problem i madh se ka shumë reaksione sa herë përdoret një fjalë që ne e quajmë sot të ndërkombëtarizuar, po koha e kërkon të tillë dhe nuk ka pse të përdorim. Kjo ndodh të gjuhët botës, është normale, po patjetër, unë nuk do shpik dy rotakun. U provua njerë në kohë të shkuara, po nuk funksionoi. Ama kur e kam një fjalë dhe mund ta ofroj në një, për shembull, ne nuk e kemi ditur, nuk e dija si quhet kur ti shkon dhe vjen nga një destinacion. Pra ti shkon dhe kthehesh dhe ne e kishim fjalën udhakim. Dhe mua më pëlqen shumë si fjalë sepse udhakim. Udhakimi nuk është të shkosh diku, është të shkosh dhe të kthehesh. Vajtardhje. Po, por ndryshe është një udhtim, që ti shkon diku edhe nga udhtimi teorikisht edhe kthehesh, po kështu që janë ende, do të thënë Shqipja i ka në ato anët e veta të ngjitura, duke u rikthyer metaforës së gjellës që përzihet, i ka fjalët e veta të cilat mund të riserviren në këtë moderni të re dhe të saj, edhe që aty ku nuk ka, aty do pranojmë çdo lloj oferte. E qartë. Dalim pak te fëminia jote, Ledi, si e kujton, si do ta përshkruaj fëminin tënde? Bukurën e dheut. Të bukurën e dheut. Do të thënë atë po diskutoja me... Prit, se nuk mund të fillojmë pa e komentuar këtë, se ka që bukur, ka që bukur. Wow, sa e bukur kjo foto. Kam që mbjonde. Të pakta, Kam që mbjonde. Të pakta këto bjonde shumë vërtet, po të pakta janë fotot në për studio me veshje kostume kombëtare të tilla. Se kjo është një foto brenda një studio. I kisha shumë qef. Jam rrit në një shtëpi ku trashëgimia popullore ka qenë e rëndësishme dhe qytetare. Gjyshja ime deri para një 10 vjetësh ruante atë që quhet takom shqiptarëshe, pra gjithë miqtë e saj që ishte shumë bukura, pastaj ja dhuroi siç e do tradita njërin nga fëmijëve, ja dhuroi Dajës kur u martua vajza e vet, për kur u martua Mbesa, Dajës është në Amerikë, dhe atë takom shqiptarëshe duhet ta vishnin gjithë vajzat e shtëpisë që martohesh. Ne këtë traditë kemi në shtëpi dhe unë kam kurajën e vogël, kam bërë fotografi me Dimiqin e shtëpisë dhe që e kemi akoma sot. Dhe Mbesat vazhdojnë. Dhe një ditë ajo po ajroste, e hapi, ka disa rritet caktuara kur ti mund ta hapësh, mos marri njollat e arkës, siç quhet. Si duhet jetë hëna, sa duhet jetë muziku e kudun që mos marri danga. Dhe një ditë po hapte ajroste dhe më tha unë isha e vogël, 12-13 vjeç. Kam qenë shumë e dhënë mbas veriut Shqipërisë, nuk e di pse. Më ka pëlqyer të vijont më shajni sot e gjithë ditën, po dhe atëherë këndoja gjithë këngët e veriut, Sef Kosharja, nuk e di. Edhe këngët e mia, patjetër ato ishin thirrja bime e brëndshme këngët e Shqipërisë mesme. Dhe më thotë që mami, kjo është mami. Tu me mami, sa e bukur. Dhe më thotë që këtë do veshësh kur të martohesh, më thash nuk e du. Si se dash këti, se du, i thash nuk më pëlqen, po që do me vesh ti kur të martohesh, xhublet, i thash do vesh. Shiko. Duhet të të bjerë në i malok për burda që të vesh. Kur e ke buar shkrelit tanit këtë histori pastaj? Duke se ma ndolli. Për gjitha i thotë unë jam malësor. Malësor, është nga Shkodra. Nga Shkreli, po. Bukur, pra, foto shumë bukura këto që vinë nga fëmija jote. Gjyshërit, treguan pak më era që këshin qënë kishin pasur një influencë rëndësishme. Gjyshët kanë qenë shumë të rëndësishëm, sepse ata ishin 2 qenie. Kjo është gjyshja. Kjo është sa e bukur është kjo foto. Shumë e bukur, 24 këtu. Viti 24 kurse ishte martuar. Shumë e bukur. Kanë qenë 2 njerëz krejt të ndryshëm. Duke si s'ken filmi, me thënë të drejtë. Është si s'ken filmi, e vërtet është. Po. Duket po, për atë që... plani i fundit i mbylljes e një filmi. Si pari i fundit i mbylljes një kohë të mirë për Shqipërinë, mendoj, edhe ajo është martuar në 7 maj 24-ës, edhe kjo foto do jetë fill pak mas martese, kur gjyshi mëson të bicikletën, sepse gjyshin e kam pas kampion të ciklizmit. Kur ka qenë i ri, ka qenë kampion ciklist, shumë i ri, rreth 20 vjeç ka qenë kampion kombëtar i ciklizmit për garën Burrel Vlorë. Shiko. Edhe e ka pas me shumë hobi i tij ka qenë bicikleta, që bëri hobin e të gjithëve në shtëpi. Shpesh merrnin bicikleta, qoftë edhe kur mshito në herë të mërzitur, thotë, merr çik bicikletën, shkojmë deri ke Rapi Trishit. Kështu që jam rrit me ta në një ekuilibër të jashtëzakonshëm midis një bote me shpirt, shumë mistike, që kishte zana, shtojzovalle, xhind, perri, kumuri, një vajza që shndroheshin kumuri, legjenda, uvi,
Hije, që ishte gjyshja, dhe që kishte rrëfenja nga gjithë parakët e vete me radhë. Gjyshja kishte bërë vetëm 2 klasë shkollë tek motrat Qiriazi, i donë të shumë të dyja, dhe nërsa gjyshja ishte krejt elementi tjetër, do me thënë, si ishte fëmira ime, gjyshja kishte përveç hobi të qiklizmit, kishte hobi thjerëzat, lentet. Dhe kur isha e vogël, më mbaj mend që shkonim lart në teracë të shtëpisë edhe kishte marrë disa lente ndryshme me fokus të ndryshëm. Dhe mbasi më tregonte se si fokusohet dielli dhe arrin të djeg letrën, drurën e tjera, më tregonte historinë e Arkimedit që me pasqyra, pra me fokus, dogji flotën e anijeve kundërshtare dhe zbrisim nga teraca poshtë se vinte vakti drekës. Edhe kur ulesha poshtë më priste kjo bota tjetër e gjitha, bota folklorike, bota mistike, një botë shumë e njomë, një botë me shpirt. Edhe jam rrit një ekuilibër të teknologjisë, të personit që më tregonte se si bëjë rezistenca, madje bënim bashkë me tel nikel kromi, se si prodhonim dridha e pemës vit3, me startelin dhe droselin, e me radhë dhe të... Grupe televizorësh keni bërë? Po, pa tjetër, kanë qënë 3 njerëz në fakt. Se në këtë kuadër ma mërmundja që duhet keni tentuar në të kohë. Kanë qënë 3 shokë, kanë qënë 3 shokë, ka qënë Giancarlo Vasa, Abel Pernaska dhe Gjyshi, që nga që ju jepej për rrymat e dopta, prodhonin, me zararin e vetë, po prodhonin grupe. Bukur. Ledi, sot aktualisti jep edhe mësim, vazhdon, jep leksione në Universitetin e Bolonjës gjithashtu. Për mbylla vitin e vjetë. Dhe kalon një kohë jo të shkurtër, jo të vogël, le të vitit. Pjesën e parë të vjeshtës deri në dimër, po, jam... Më të nga shtatori dherë në dhjetor jam në Bologna, kjo është viti 10, kam fituar të drejtën të qenit pedagoge titulare sociolinguistikës së italishtës në master, dhe pastaj me qënë se gjithë moshatit të rejsh kanë vetja, atëre arrita të nisë dhe të përmbyll një akord të universitetit tim me Ministrinë e Arsimit në Shqipëri për të themeluar gjuhë dhe kulturë shqipe, dhe kështu që jam e lumtur që ndodhi, sepse Universiteti Bolonjës është më i vjetri në botë, shkojmë që nga 2007, kështu që jam e lumtur, shumë e lumtur që gjuhë dhe kulturë shqipe ka jo vetëm studentët e vetë, po ka edhe të diplomuarit e vetë në kuptimin që bëjnë kërkim shkencor, teza, masteri dhe bezhelori për gjuhën dhe kulturën shqipe. Meriton duar trokitjet se merit e jotja, një kontribut të jyti ky, Ledi. Atër, si nisi lidhja jote me Italinë? Pra ti sot ke arritur kaj shumë gjërat, ke bërë kaj shumë gjërat rëndësishme atje, ndërkohë je larguar për në Itali shumë herët. Lidhja ime me Italinë ka nisur që 3 vjeç. Që 3 vjeç? Po, sepse gjyshi ka qenë nxënës i mjeshtrisë italiane për mekanikën, për mekanikën e precizionit lartë. Dhe gjithë mjeshtrat e tij që e kanë eduku, e kanë bërë kurë teknolog, kanë qenë italian. Dhe pastaj ai nuk mundi më të shihte, sepse në 44-ën të mbyllet pje perdja, po themi, dhe ai nuk mundi më të shihte. Ndryti në vetvete një dashuri shumë të fortë për gjithë atë që ka bota, që rrotullohet rreth italishtes. Dhe më thot, po nuk e mbaj mend, këtë gjë që kur kam qenë 3 vjeç bën një reng me mua. Më thot, shpikim të dy një kod sekret që të merremi vesh, që të flasim bashkë një kod sekret që nuk na e kupton mama. Gjysha edhe gjysha s'dinte italisht. Me sa duket ishte, ai tashmë nuk ishte më i zënë për të ndërtuar Shqipërinë, se im gjysh jam shumë krenare për të ka ndërtuar Shqipërinë. Është një nga themeluesit e uzinës Ember që ka qenë në Tiranë, jo një nga, po themeluesi, dhe një nga ndërtuesit e urave të mëdha, industrializimit të parë të vendit. Kështu që jam shumë krenare për gjyshin që çfarë dinte e dha. E dha, po. Dhe më fliste me shumë... Që kodi që ju ndërtuat ishte praktikisht gjuhë italiane. Kodi që ndërtuat ishte italisht, po nuk e dija. Ndërkohë, një shoku i vetë vjen, kam qenë diku 5 vjeç, bie ziles për shëndetën italisht bashk, a ishte mata nderës, gjysh ishte në borë, unë isha të dera që e hapa, a ishte në rrugic, dhe unë shoh të dy, ngel shumë keq dhe ikim banjo duke qasë, se unë djeva e tradhtuar në këtë kodin tim sekret. Pastaj aty më morën me të mira, më hapën televizorin të italianit dhe pash ishte kodi sekret.
Një histori e gjatë. Kodi sekreti një 60 milion njerëzve. E një lidhje me një vend në cilin ti do të shkoje të studioje më pas. Dhe sa herë, dhe gjithë komunikimi me gjyshin pastaj u bë edhe më i shpesht, më i dëndur rreth çfarë kishte italishtja, që nga leximet te këngët. Dhe kështu pasurua pak nga pak dhe u krijua një lidhje shumë e fortë. Po, pastaj vendosa tiki. Direkt mbasi mbarove shkollën mesme, Jo, kam mbaruar vitin e 2 të fakultetit. Vitin e 2 të fakultetit. Për së vërtetës unë kam qenë student dhjetori. Dhe shko, kur ti e do shumë lirinë dhe demokracinë, pastaj ti nuk ke durim, unë kisha pa durim për ta parë dhe nuk më duke se po e shihja. Shqipëria do bënte rrugën e vet, po unë 19 vjeç isha, kështu që gjëja ti doja tani. Nxitove për të shkuar atje. I thash gjyshi do iki ta shoh veten në një realitet tjetër, unë nisa ika në Itali dhe jam ndje shumë mirë, jam ndje shumë mirë. Do me thënë, brenda vetes time, sila me vete, një italianitet, po themi, të kultivuar, të cilit ja bashkangjita pa ish dorë, kuptohet nga thelbi im, që nuk është shqiptar i mirëfillt, ja bashkangjita, u rrita atje, do me thënë, kam vajt pa i bërë 20, dhe atje më ka ndodhur ngjarje shumë të rëndësishme tjetës. Sepse aty ndodhi dhe e njohja me bashkëpunëtorët. Aty njoh Tatanin, aty ka lindur Ana, aty jam rrit vet, aty kam mësu se si ti jeton në gjithë një bashkësie që nuk është jotja, por ti e saj. Të shohim ndërkohë këta në momentet, kjo është dasma juaj, apo jo, martesa juaj? Po, kjo është martesa. Në Itali ka ndodhur? Kjo është... E kjo është fustani që ti zgjodhe të veshësh ditën tënde të martesës. Kam pas gjithmonë ndër të vishja një, nëse nuk do ishte... Xhubleta, që s'kisha këta gjenë. Kam pas gjithmonë dëshirë që t'kisha gjënë më të thjesht prej zane. Më pëlqenin shumë vizatimet me zana, shtoj zavalle, dhe nuk doja ato nuset me... Thjeshta, të pastra, të leta, po. Dhe kjo është 28 nëntor, 1992. Sepse zgjodhem të... Kishim bërë celebrimin pak më parë në Bashkitë Bolonjës, në Qershor besoj, dhe kjo është dasma në Kish, martesa në Kish, më falni. Martesa në Kish në 28 nëntor, e zgjodhe me nkas datën, me qënë se për të dy ishte dita e pavarësisë. Kështu që 28 nëntori për ju është një ditë dy herë shumë e rëndësishme. Po. Me tani si u njohët? Shkurtimisht. Rasisht. Rastisht fare? Rasisht. Ka qenë një rasti, kam folur me të në telefon pa e njohur, kam folur që kur isha në Shqipëria ishte në Bolonjë, desha ti kërkoj një informacion për një mënyrë sa më të pranueshme, burokratikisht sa më të pranueshme të largimit nga Shqipëria, pastaj vendosëm të shifeshim, mbasi kishim folur një 2-3 muaj në telefon, kur unë ika, shkova, unë rija në Firenze fillimisht, ja një muaj të një mikesha që më mikpriti, edhe më doli garant që të vjoja të qëndruar në Itali, pastaj thash, ta shoh njërë në Bolonjë të çunin, se kështu nga zëri duket zë simpatik. Ishte edhe më simpatik nga kur e njoj. Pjesa tjetër. Nisti një histori e bukur dashurie që vazhdon dhe sot. Keni krijuar një familje shumë bukur me 3 fëmijë. Ana, vajza e parë, Ana Shkreli, që ne kemi pasur shumë herë në studio, botuesja e shtëpisë botuese Berg, gjithmonë që flasim për librat e bukur që ajo boton, është vajza ju e parë dhe që ka lindur në Bolonjë, apo jo? Ja, kjo është. Sot ka ditëlindjen. Sot ka ditëlindjen Ana, edhe 100 Ana. Sa e bukur kjo foto. Shumë e bukur. Ana, ndërkohë, u lidh me librat, tani që... Shiko, Ana thot më ke marrë në qafë ti. Sepse duket që ka zgjedhur të bëhet, domethënë, lidhja e fortë me gjuhën dhe me librat, duket që ka marrë nga ana jote. Nuk u bë një arkitekte, si babaj. Kur ishte e vogël, ne kishim gjetë një lojë bashkë që mua më pëlqente Noli shumë. Edhe ajo ishte shumë e vogël, më këtë qenë një 4-5 vjeç, dhe unë i mësoja poezit Norit pa fund, dhe që ajo ta kuptonte që kjo që po mëson është e bukur, torturonin Tanin, i cili ishte spektatori jonë i detyruar, që të dëgjonte kapeshin për dorë dhe recitonin Maratonomakun, po disa herë. Spektatori ynë i detyruar. Po, spektatori ynë. E thashtë me substandard, tu nuk kam frikë ta themi jonë. Në sociolingvistik është e pranueshme. Po, patjetër se po flas. Okej. Dhe rinte na dëgjonte me radhë, dhe Ana Slumejve dhe Rente Maratonomak, edhe gjithë me radhë, dhe në fund fare kur zgjodhi të studionte pikërisht për këtë drejtim të jetës, unë e di që do kemë vështirë të mbjetoj me këtë fajë është i joti se ti me atë Nolin tatë. Më bëre që të vendos për diçka, po ka bërë shumë mirë, sepse Ana ka bërë shumë mirë. Ka bërë një zgjedhje shumë mirë, drejton kaq bukur atë shpinën e vet botuese me botime aq interesante që sjell. Jam shumë krenare për Anën. Ndryshe në gjithë fushën e botimeve shqiptare, kështu që më pëlqen shumë. Ana është vajzë e zgjuar, edhe
tashi mamave gjithmonë ashtu duken vetët, po duke u largu pak se unë nuk jam aq lëvduese. Ka raste, po e them vetëm një fjali, ka shumë raste dhe ka gjithmonë më shumë raste kur du t'i ngjaj anës. Kështu që bukur. Besoj që kjo do ishte ëndra e çdo prindit të vi një ditë dhe të artikulosh këtë fjali. Ka sot një mesazh për ty, Ledi. Ta ndjekim pak? Jam shumë e lumtur që jam ftuar të bëj këtë video mesazh sot për ty. Dua të them që sot është dita ditëlindjes time, edhe është një ditë shumë e veçantë dhe shumë e vështirë të mos mendoj për ty në këtë ditë, duke qenë se jeti jo vetëm që më ke vënë jetë, po më ke dhënë edhe gjithë lumturinë që unë të jem vetvetja deri në fund, duke nisur që nga një moshë fare e vogël, ku më ke mëkuar me dashurinë për të bukurën, që në këtë rast në jetën tonë është manifestuar si dashuria për letërsinë dhe për gjuhën shqipe. Të dua shumë edhe të pres pastaj ke festa ditëlindjes. Pas kemi fest sonte, sonte në mbrëmje. Sot do mblidhemi, më ka ftu me shoqëtinë vet. Dhe më tha, shiko se mos nuk vjen se vitin që kaloi nuk erdhe, po kësaj radhe do vish. Tani fati është që nuk kemi shumë diferencë moshe, se unë anën kam nuk ka ardhur, unë anën kam dashur të vi. Kështu që jam gëzuar shumë që ishte vajzë, ishte Ana, edhe nuk është kur shoqja ime, s'ka për të qenë ndonjëherë, se shoqja ka sa dush mami një është. Po për ca kohë kam qenë unë bashkëudhëtarja e saj, tani shpresoj gjithmonë më tepër të jetë Ana bashkëudhëtarja. Ta ndajmë, du më thëmë, një farë mënyre, po... Unë kam përshpin që ashtu është duke ndodhur. Unë jam krenare shumë për të. është vajzë e zgjuar edhe i bën gjërat me mënyrën e vetë, shpesh e gjithmonë më shpesh i marrë një mendje. Sa bukur, sa bukur. Ledi, po a econ edhe unë në fakt do doja të flisim shumë më tepër për pjesën e jetës private, sepse ka kuriozitet edhe nga teleshikuesi për të njohur pak më tepër. Nuk e di nëse do ishte mundur një ditë ju kisha të dyve me Tani në studio, nuk e di sa pranon ai. Kanë di se ti ka ardhur një herë. Jo, të dy bashkë. Po, ka qenë një herë dhe ka marrë me pahir të një emision. Se ma kërkuan edhe kishin gjithë kuriozitet dhe ka qenë një emision që kemi qenë dy bashkë, po kanë di se ti? Duhet të? Kanë di se ti unë vi. Duhet ta diskutojmë. Okej, do ta lëmë për një herë tjetër. Do doja shumë t'ju kisha në fakt të dyve, do ishte shumë bukur, por që edhe sot, sigurisht për të folur edhe më tepër, edhe për gruan që ti je, për mënyrën se si të dashur, si ke parë veten në gjithë shoqërinë tonë. Jam shumë e lirë në shtëpi. Maman që ti je për kuvizimin. Domethënë ka shumë gjëra që unë sot nuk më del koha për t'i vazhduar në një intervistë me ty, po unë dua të më rezervosh një tjetër intervistë në studio për të vazhduar dhe për të folur për këto gjëra kaq të bukura. Për ta mbyllur siç e nisëm me gjuhën shqipe dhe çfarë mesazhi mund t'japim sot për gjuhën shqipe? Është një problem drejtshkrimi i gjuhës shqipe për ty sot? Mënyra se si po merr formë ose po normalizohet, le të themi. Shiko, unë kam frikë se gabime drejtshkrimore ose nëse mund t'i quajmë të tilla, ti si ishe? Drejtshkrimi është më i vogël i problemeve të gjuhës shqipe. Domethënë se ne në shumicën e kohës nuk shkruajmë, ne flasim. Kështu që ne nuk jemi shqipshkruesa, ne jemi në një periudhë shumë të shkurtër kohe shqipshkruesa. Dakor se tani që këmbem me këto mesazhet jemi edhe diku edhe shkruesa, po këto janë mesazhe informale, kështu që aty s'ka rëndësi drejtshkrimi. Mua më shqetëson nuk më shqetëson drejtshkrimi, nuk më shqetëson as drejt shqiptimi, as çdo gjë që ka të bëjë me drejt. Mua më shqetëson estetika e Shqipës. Domethënë, sepse tek e fundit është pak si të bësh një palanaliza gjaku, kur ti flet keq, kuptimin kur ti flet varfër, kur ti nis fjalit dhe lë për gjysëm, kur ti flet ma merr çikate aty sipër, pa i vënë emrin e vet, pa i vënë me fjalës siç po është mua gjysha ime. Ti ose ke probleme me mendimin tat, ose po e banalizon mendimin tat. Dhe ajo që mbret veshin shpesh në rrugë është banaliteti të folurit, po nuk e kanë fjalën për fjalët e pista. Jo, nuk e kanë fjalën për... Edhe ato janë pjesë e fjalorit. Edhe ato janë pjesë e fjalorit. Kurse si nuk mund të mungonin. Sigurisht, ka vende ku thuhen, ka vende ku stuhen, por nuk është janë për të djek në tur drush. Në asnjë mënyrë, janë pjesë e emocioneve njerëzore, kështu që përdoren. Nuk jam kundër tyre. Kur them banalitet, them mënyra
e trash, e keqe, e pa mirë, e pa bukur, jo fine, jo e kujdesshme, gjitha asaj shqipe që ne ke mundësi të përdorim. Kjo më shqetëson ajo që quhet kakologji, ose e folura keq, e folura shëmtuar, e folura pa dashni për atë që po thua, dhe për pasojë dhe pa dashni as për veten, as për tjetrin që po dëgjon. E folura pa ndar regjistra, do me thënë, pa ndar, ti nuk mund flasësh me i shoqe të ngusht, ashtu si flet me një të njohur, se sigurisht gjua është më konfidente, pra është më e shkujdesur, është më e lëshuar, ti nuk mund flasësh me një shoqe, me një të njohur, ose ti mund flasësh me një pedagogun tat, ose një koleg me cilin nuk ke shumë konfidencë, dhe për pasojë ti nuk mund flasësh me një më të madh se ty në moshë, siç flet me një moshatar ose një më të vogël moshë. Kjo kujdesja për t'i vesh të gjitha shprehjeve tua rrobën e dur gjuhësore, kjo mos kujdesja, kjo më shqetëson. Sepse i bie që nëse po të bëj një paralelizëm, i bie sikur unë të dal gjithë ditën në rrugë me pijama, edhe të ri me pijama dhe të shkoj jo vetëm në shtëpi, po dhe gjëtiu edhe në punë, ose në të kundërt, i bie që unë të ri gjithkohën me kostum edhe në shtëpi, nëse duam të jemi kështu të ngrirë si koçi, edhe në palestër, të ri me një kostum zyrtare kështu. Të dyja, do me thënë, rëshqitja në ekstrem, për të keq të ullët, ose për të keq vetëm formal, se edhe ajo është e keqe, kjo më shqetëson sot, do në këtë vëresot, që ne nuk kemi ngjyra, dhe të mos kesh ngjyra, do thotë që ti s'ke as liri mendimi, as dashni për respekt për veten, që është shpreh përmes gjuhës, se secili nga ne mënyrën si flet, shpreh respekt për veten dhe për tjetrin që ka përballë. Tek e fundit, pa dashur ta egzagjerojësh, gjithçka është gjuhë. Edhe një send që unë blej, në fundit është një objekt gjuhësor, se di ti si ma marketizosh dhe si të ma servirësh. Dhe varësisht nga me sa art gjuhësor ma ofron, varësisht po kam frikë se të folurit në mënyrë banale nuk është simptom e thjesht. Kam frikë se, dhe këtë tu ta them, nuk jam as pesimiste as kritizere, po kam frikë se kulturalisht kemi hyrë në një fazë banale. Kemi pak... Ke fjallën vetëm për Shqipërinë, se kam përshtypjen më i gjerë, më duket mua. Po, kam përshtypjen që është një fenomen shumë i gjerë. Është e pak më gjerë, është e vërtet, në një fazë hajtë ta zgjidhim hallin e ditës, po me gjitha të nuk du ta shtri kraun aq fort për te Shqipëri, sepse unë me studentët e mi, ose me kolegët e mi, ose edhe me njerëzit e thjesht, që mund të takoj rasisht në bar në Itali roj dhe jo, nuk është ky lloj banaliteti. Edhe ata ankohen, sigurisht për në një gjë që su shkon, po jo, artikulimi për shembull i njerëzve krejt të thjesht në Itali është art. Artin e fjalës më duket se e kemi humbur. Mund ta gjejmë prapë. Mund ta gjejmë prapë, ka shpresë. Mund ta, po patjetër. Kjo është e rëndësishme. Mund ta gjejmë prapë. Edhe këto biseda lidhje me gjuhën, do doja që t'i vazhdonim edhe t'i kishim edhe në programet të tjera, kështu që unë të presërish dhe të falenderoj shumë sot që ishe me ne. Ishte kënaqësi e veçantë dhe shijova shumë. Faleminderit shumë Ledi Shkreli, ne kemi publicitet, kemi pas pak. Jemi kthyer në këtë pjesë të dytë të programin ton, pikërisht me miqtan të Top Shop që sapo kanë mbritur përfaqësuesin e tyre Fation Troshkun për të prezantuar fushatën më të fundit të Top Shop Mega Sales, e kanë quajtur sepse ka super ulje deri në 70% për ditët në vijim, për pak ditë duhet thënë, apo jo Fation? Shumë pak ditë. Mirë se u gjeta, si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë. Atëherë mezi presim të dëgjojmë cilat janë lajmet e reja dhe më të fundit që vinë nga Top Shop. Ne nisim një super fushat që është vetëm për shumë pak ditë, që është Mega Sales. Kemi ulje deri në 70% për produktet tona më të kërkuara nga brendet, më të kërkuara nga ju, nga Delimano, nga Dormeo, Rovus e të tjerë. Dhe mundësia më e mirë nis me Mega Sales nëse ju përfitoni Tenxher Multicooker që e sjellin me një super ofertë mbretëreshën e tavolinës, mbretëreshën e kuzhinës, më e shitura, më e kërkuara, për ta marrë me një super ofertë nga vlera reale 18.990 lek për vetëm 12.990 lek. Nxitoni të përfitoni, se është mundësia e jashtëzakonshme. Super shmim në këto ditë. Patjetër. Nga Delimano kemi dhe fritezën e re me ajër, gatuaj me shumë pak vaj, pa faj, sepse gatuan gjërat që ndoshta kur mendojmë kanë shumë vaj, por jo. Këtu mund të bëni qofte, këtu mund të bëni krapule, këtu mund të bëni patate që i duam aq shumë.
e rinovuar. Pa të vrarë ndërgjegja fare, se s'kan asë një pik vaj. Si të duash të unë të Super zgjidhje është kjo, më kënaq shumë kur vjen dhe flet për. Imagjino, super produkt, është rinovuar, ka dhe dritën që e shikon dhe ushimin kur e gatuan, është digitale me touch dhe ta merrni me një super ofertë me shpinë special për vetëm 8.390 lek. Friteza Air Fryer Prime, jashtëzakonshme. Fantastike, ja vlen. Edhe bukën. Tani është mundësia më mirë nga Delimano të marrin makinë e ri buke, një robot realisht e cila e bën bukën vet, e hedh mielin, hedh majan, hedh çfarë të duash ti, atë kripën, sheqerin, shtyp butonën dhe e ke gati bukën dhe nuk ke nevojë për ta marrë te furra, kur e bën vet tek shtëpia. Një bukë fantastike dhe pajisja vjen me plot 50% ullje nga vlerë reale 17.990 lek për vetëm 8.990 lek. Pajisje që u duhet pa tjetër. Super ullje dhe me gjithë Mega. Jo, mielra ka sa të duash në treg. Shije, lloj, shvitetje, zgjedhje shijen e bukës tënde me lloj recetash pa fund që ka, imagjino se çfarë mund të gatuash vetë. Shfryno fantazinë. Imagjino aromën e bukës së sapo pjekur njerëz si mbushet shtëpia, kështu që ja vlen. Leqë edhe me 50%. Imagjino. Është momenti që s'mund të humbas, po. Patjetër, po ashtu tani me që jemi tek ushqimet, po vezët të bëra vetë të zgjera siç do ti, 7 kokra vezë njëkohësisht dhe mos presësh, jo po u zje shumë, u zi pak. E gjenë mundësi më të mirë me këtë super pajisje që vjen me plot 55% ule, zjerësi i vezëve nga linja Delimano për ta marrë me një çmim të pabesueshëm 1.790 lek, zjerësi i vezëve që u duhet patjetër. Sa vezë mund të zjesh? 7 kokra njëkohësisht për familje të madhe. Të gjithë bashkë një ose një dy zgjidhe vetë. Së bashku, bukur. Oferta të jashtëzakonshme. Mundësia është pa fund, kemi oferta që realisht duhet i përfitoni dhe sigurisht nëse ju bëni pjesë e këtyre oferta keni mundësinë për të marrë dhe ullje deri në 70%. Dhe ku ka më bukur nëse ju na telefononi tek numri po shënuar, që është shumë e rëndësishme për të bërë pjesë e kësaj fushate Mega Sales, po ashtu na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe patjetër të na vizitoni në dyqanet tona anë Ban Shqipërisë. Kemi hapur një lokacion të ri që e dini prej disa muajsh që është tek rruga e Durrësit. Kemi një surprizë për ju, vimi me një tjetër vend të ri në Tiranë, që është shumë surprizë, ndaj na ndiqni për ta përfituar. Nuk e themi akoma adresën se ku. Akoma nuk është akoma surprizë, patjetër. Në një takim tjetër tonë. Do të takim tjetër, po prapë është shumë afër jush. Ngelet ai në rrugën e Durrësit, që është adresa më e re, por që shumë shpejt do mësokemi edhe një tjetër që është gjithë zinxhiri të dyqaneve Top Shop në Shqipëri. Në Tiranë atje sigurisht. Me që jemi tek automatizimi i kuzhinës, pra kemi mundësinë për të marrë robotin e kuzhinës, roboti i cili të bën brumin e bukës, brumin e ëmbëlsirave, brumin e pellave të byrekut, çfarë të duash ti për të rrahur vezët me 6 nivele shpejtësie që e keni me një super ofertë dhe kjo, sa do mendoni ju për vetëm 9.990 lek. Është një robot që ju duhet patjetër, ka shi bukur, ka dhe ngjyra të tjera, është i kuq, por ka dhe ngjyra të tjera. E kombinoni si të doni në shtëpi, po unë besoj që e kuqja është një nga variantet më të bukura. Nuk e di si janë ngjyrat e tjera, po është e bardhë e zezë. Atje e bardhë e zezë sipas ngjyrave të kuzhinës suaj. E kombinoni si të doni, se është gjithë ajo gjë e bukur. Kombinat, vendoset aty është si mobilje më vete. Shtypat dhe e kem rregull. Imagjino tani jemi në periudhën që po vinë dhe festa e fëmijëve, 1 qershor, si mund t'i lëm ne voglushët, pa i sjell super oferta me pelushat me mimika. Shiko sa të bukur janë. Janë pelushat që kanë edhe batanien, zgjidhni vetë ngjyrat ose mimikat që ju i preferoni, duke u nisur nga preferenca e fëmijëve tuaj, bëni dhuratë tani sepse mbarojnë shumë shpejt sasit, çdo vit është e njëjta histori, mbarojnë shpejt sasit, ndaj duhet patjetër për të përfituar, duke nisur me një çmim fantastik, kemi modelin e madh që ka dhe batanien, por keni edhe modelin e vogël që e zgjidhni vetë. Është mundësi e jashtëzakonshme sepse i merrni për vetëm sa me 50% ulje për vetëm 1.490 lek. Shiko çfarë çmimi. 1.400. Shërbetësi as të kështu të mirë. Në makinë njerëz sidomos, por e ka fëmijët e vetë shumë praktik, kështu që ju siguroj për të. Ngjyrat janë gjithashtu të ndryshme, fëmijët mund të zgjedhin atë që dëshirojnë. Këto që shohim ne në ekran janë e verdha, roza dhe lilaja, po ka edhe plot ngjyra. Ka edhe ngjyra të tjera në bazë të mimikave. Sipas dëshirës. Po. Patjetër, po ashtu ne kemi dhe ndrimin e stinëve tani, është mundësia më e mirë për të marrë ato qeset me vakum, për të ndruar stinët dhe për të hequr ato organet e rënda, ato batanie dhe tani të zëvendësojmë me çarçafët. Dhe është mundësia më e mirë për ta marrë tani me një super ofertë, janë duke nisur nga 3 copë, ka të gjitha modelet, ka edhe një set që është me 5 qese, që vijnë me 55% ulje, duke nisur nga 890 lek. Mundësia e zakonshme për të përfituar nga linja jon Dormeo. Për gjumë të rëhatshëm, për një, patjetër.
ashtu kemi mundësinë shumë të mirë tani për të bërë dhe higjienizimin e shtëpisë, pastrimin e shtëpisë me anë të një fshese të jashtëzakonshme nga linja Rovus, sepse edhe Rovus sjell ulje në mega sales, sepse është fshesa që pastron me anë të fuqisë së avullit grincat më të jashtëzakonshme deri në nanometër, pra imagjino, grincat që nuk i kap syri njeriu për t'i pastruar dhe ti të jesh higjienizuar në shtëpi dhe kundër alergjive me një super çmim, me një ofertë të jashtëzakonshme për vetëm 8790 lekë. Fshesa Nano Plus, jashtëzakonshme. Fshesën mendoj që të burrat ndihmojnë më lehtë në shtëpi, se kanë kollaj, kështu që se kanë problem të angazhohen dhe të ndihmojnë në punët e shtëpisë, apo jo, kanë të lehtë edhe ata. Bukur. Po ashtu ne kemi sete të jashtëzakonshme që vijnë dhe nga Dormeo, por për kujdesin për zonjat. Është mundësia më e mirë për të marrë këtë tharse flokësh, një tharse e cila është deportative, merr veten në prodhime, e ke edhe për të bërë onde atë pjesën e aksesorit me plot 50% ulje dhe kjo tharse që vjen nga linja Well Neo për vetëm 1990 lekë. Imagjino çfarë super oferte. Sidomos tani që vjen dhe plazhi, edhe një tharse të tillë me atë rollerin që të krijon edhe ondet me vete, është super komoditet sepse në plazhe është sidomosdoshëm diçka e tillë në fakt. Me faktin që flokët lagen shpesh, që merrni tani sepse tani është me ulje. Patjetër, është ofertë e jashtëzakonshme, janë shumë pak ditë, siç janë dhe shumë pak ditë për dy produktet e fundit që janë me një ofertë të jashtëzakonshme, që janë thuajse deri në 70% ulje nga jastëku aloe vera do e nis. E gjithë linja aloe vera është te Top Shop Dormeo patjetër, është me ulje deri në 70%, por ky super jastëk vjen me një çmim nga vlera reale 3990 lekë, për sa do thoni ju, për vetëm 1190 lekë, një jastëk i jashtëzakonshëm, lart lavatrice duket si ris sa herë që e përdor. 70% ulje. Fantastik. Keni nga kjo, gjithë linja është me ulje. Shumë të investohet tek jastëku në fakt. Herë 2 vjet duhet i ndroni patjetër. Është e pamundur të bërë gjumë të rehatshëm, kështu që gjumi është një nga gjërat më të rëndësishme për një jetë cilësore, një treta jetës, kështu që duhet menduar me kujdes. Tjetër çfarë kemi? Dhe si qershim vitor kemi një mikser që duhet patjetër në shtëpi. Edhe mikseri vjen mikseri i dorës për të rrahur vezë ose ndonjë brumë të vogël, është mundësia më e mirë për ta marrë dhe këtë me plot 70% ulje me një ofertë jashtëzakonshme dhe këtë për vetëm 1190 lekë. I lam të dyja bashkë në fund me këtë super çmim dhe është mundësia më e mirë për të përfituar. Si të përfitojmë? Duhet telefononi tek numri i poshtë, të na vizitoni në dyqanet tona anë mban Shqipëri. Kemi edhe një lokacion të ri në Tiranë që patjetër do jetë shumë surprizë për ju dhe duke na ndjekur në rrjetet tona sociale topshop.al kudo. Topshop.al. Kujtojmë edhe një herë, numri i telefonit është numri i poshtuar 044 51 44 74 dhe është mirë që këtë numër telefoni ta keni të regjistruar në telefonin tuaj sepse është gjithmonë i njëjti numër ku Topshop bën ato ofertat e veta dhe është mundësia që nëse telefononi të parët keni gjithmonë mundësinë e zgjedhjes. Absolutisht. Oferta është limituar, kështu që duhet të nxitoni nëse dëshironi të merrni një pajisje të caktuar të cilës ja keni vënë syrin prej kohësh, por që s'ka qenë mundësia. Tani është momenti, janë çmimet shumë të ulta se sa zakonisht dhe duhet shfrytzuar. Mega sales, 70% ulje për fiton. Mega sales, kështu që do të jetë një kohë e bukur, do të zjas për disa ditë. Shumë pak ditë nxitoni. Nxitoni për të gjithë. Topshop ju pret kudo, në dyqanin online, në numrin e telefonit në çdo kontakt, në çdo telefonat që realizoni, anë mban Shqipërisë. Tashmë rrjeti dyqaneve Topshop është ndar gjithandej dhe ju keni mundësi ta gjeni edhe shumë pranë shtëpisë suaj. Të falenderoj shumë si gjithmonë. Faleminderit shumë, ndërkohë që ne do të kemi publicitet, do të ndajemi me miq tanë të Topshop, do të kthehemi pas pak, kthehemi shpejt. Bravo, bravo Leandra, për gjithë ata që kishte marrë malli për X Factor dhe për Leandrën, e dashur turoj shumë. Faleminderit për interpretimin tënd në studion tonë sot. Më thuaj aktualisht çfarë je duke bërë pas X Factor, si ka qenë kjo periudhë për ty? Ka qenë në fakt goxha e vështirë, duke qenë se duhet që të vazhdoj të ndërtoj karrierën time. Kam planifikuar diçka, por po e lë surprizë, se unë po i zbulova ose do më ecim për keq. Je supersticioze, fakt, ë? Kështu që mendon ti bësh një gjëra, ti realizosh dhe më pas i ndash me të tjerë. Kështu që je duke punuar aktualisht. Po, jam duke punuar. Në muzikë, po ndërkohë të tjera, shkolla, studimet? Sigurisht jam në universitet edhe po studioj për financë, por zemra ime është gjithmonë te muzika. Te muzika, tek arti. Unë duroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Të falenderoj shumë ndërkohë që ishe këtu me ne sot. Edhe të pres sërish në studio, ndoshta për projektin tënd të radhës, kur ta kesh gati, ne të presim. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë Leandra. Ne të dashur miq do të ndajemi së bashku këtu me Leandrën, do të përshëndetemi edhe me ju, ndërkohë ju them natë e mirë, do të jemi sërish nesër. Faleminderit që na ndoqët.